se duhet të investojmë fuqishëm edhe në arsimimin cilësor dhe kvalitativ të gjeneratave të reja, për faktin se ka informacione të shqetësuese për degradimin e sistemeve të arsimit në nivel të përgjithshëm të territoreve ku jetojnë shqiptarët. Profesor, për situatën politike dhe diçka ka mendoni që Vjosa Osmani do ndryshojë diçka, duke u bashkuar me LDK-n edhe si fraksion brenda, por ideja është që tani është në opozitë. Shikoni, disa struktura udhëheqëse të LDK-s mendojnë se ardhja saj do të ndikon në ndryshimin e skenës politike në Kosovë, mirë po unë besoj se nuk do të ketë një ndryshim rrëndësor të skenës politike pikërisht përmes ardhjes saj, për faktin se në mentalitetin e elektoratit të LDK-s ende figurojnë ose ende kujtohen ato skenat e konfrontimeve dhe të akuzave të fuqishme, cilat dhe dëmit politik të cilët ajo i kishte shkaktuar natyrisht elektoratit të LDK-s. Mirë po pavarësisht kësaj, ajo disponon me një numër shumë të madh të simpatizerëve të vet në Kosovë dhe mund të ndikon natyrisht në rritjen e LDK-s për 2 ose 3 ose ma tepër, nuk e besoj, po 2-3 deputet mund të ndikon pikërisht me integrimin e saj, mirë po jo ma tepër. Profesor, në këtë situatë gjeopolitike që ndodhemi në Kosova, kush është rreziku më i madh me cilin mund të përballet, ndoshta nga Italia që mund të vinë në Ballkan, mos vëmendja e dur e Shteteve të Bashkuara që ka mendjen sigurisht në fronte të tjera, pra kush është rreziku më i madh që na kanoset? Unë e besoj se rreziku më i madh që na kanoset, sidomos neve në Kosovë, është krizat politike të cilat ne nuk po mujmë, domethënë konfliktet e brendshme, erozionin nga brenda. Pikërisht këto po i shfrytëzojnë për mrekulli dhe të elemente të jashtme të cilët përpiqen me çdo forcë që të ndikojnë në damtimin e autoritetit të Kosovës. Mirë po vetëm përmes një konstituimit të mirëfill të institucioneve tona shtetërore, natyrisht përmes influencës të fuqishme ose rritjes e kapaciteteve tona dhe diplomatike në drejtim që kishin me ndiku në drejtim të përmirësimit të imazhit ton politik ndërkombëtar. Atë natyrisht se do të ndikohet edhe në zbehjen e aspiratave të huaja për depërtim në jetën tonë politike. Mirë po, problemet janë krahas faktorit ballkanik, krahas aspiratave reaksionare serbe, krahas natyrisht veprimeve krejtësisht hibride të Rusisë, por janë edhe në disa ndikime nga lindjet mesme, sidomos rritja vazhdueshme e radikalizmit dhe fanatizmit, por edhe disa frymave nga lindja të cilat po përpiqen natyrisht që ta damtojnë kulturën dhe traditën tonë shekullore kombëtare natyrisht dhe ta ndajnë popullin shqiptar në bazat e caktuara fetare. Kjo është pak problematike e cila natyrisht duhet ngritur, duhet avancuar kjo çështje në nivel natyrisht shtetëror, mirë po jo në nivel të një shteti, po në nivel të përbashkët të Kosovës dhe Shqipërisë, se të kalojmë dhe të luftojmë këto fenomene me dinjitet dhe të ruhet ajo që ishte gjithmonë tradicionale në kulturën tonë kombëtare. Edhe diçka të fundit kam profesor, në raportet me Tiranën, si u duken tani Kurti Rama, së pari dhe së dyti mund bënte diçka më shumë Shqipëria për ta tejkaluar krizën aty apo nuk duhet ndërhynte? Shikoni, ne i përcjellim me vëmendje natyrisht për faktin se e trajtojmë si pjesë të identitetit dhe trupit tonë, natyrisht Shqipërinë e trajtojmë edhe si koka jonë, dhe pavarësisht raporteve jo të caruara, po të ftohura mes Kurtit dhe Ramës, gjithmonë Shqipëria në arenën ndërkombëtare i ka prezantuar dhe i ka mbrojtur me dinjitet shumë të lartë interesat e Kosovës. Këtë duhet ta themi. Mirë po, pavarësisht qëndrimeve personale të kryeministrave tashëm ose aktual të Kosovës dhe Shqipërisë, ne duhet vazhdimisht të ndikojmë që raportet mes dy shteteve të jenë raporte natyrisht të dy shteteve, por të një kombi, të cilat do t'i harmonizojnë qëndrimet e veta, do t'i ndihmojnë njëra tjetrës në aspiratat përbashkëta, të cilat natyrisht paraqesin edhe ëndrrën shekullore të popullit shqiptar në drejtim të unifikimit natyrisht dhe integrimit të përbashkët, se për faktin se sot bashkimi kombëtar nuk mund të realizohet në ryshi pos përmes përkrahjes dhe zhvillimit reciprok dhe krijimit të politikave
unifikuese natyrisht në raport me faktorin ndërkombëtar. Ne ose mund të kemi politika të ndryshme të brendshme, njëri me tjetrën, mirë, po në raport me faktorin ndërkombëtar dhe interesat gjeostrategjike të dy vendeve duhet të kemi një qëndrim krejtësisht unik. Profesor, të falenderoj shumë për gjitha mendimet që ndat me publikun tonë, të jam mirënjohës shumë për gjithë bisedën. Faleminderit nga ju.